ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فلندرم الله أمضروار تبارك وتعالى Qysh I përket lartë madhërisë ti. E falenderojmë Allahun të barëke wa ta'ala, ashtu siç ai neve në ka urdhëruar. E falenderojmë të madhin Allah, derisa ai me ne të kënaqet. E falenderojmë të madhin Allah, edhe pasi që ai me ne të kënaqet. Vëllezër musliman, nuk ka pikë dyshimi se nimeti më I madh I të madhit Allah ndaj njerëzimit është kjo udhëzim të cilin Allahu I madhruar na ka përzgjedhur për ne dhe zemrat tona me nuri e me dritën qiellore na I ka ndriçuar. كفان الله عز وجل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ضمتي ماضي شاء الله عز وجل يغزي ربطتي بريمان سيقول سني نقدة إشم تغزوار po mos të na kishtë udhëzuar I madhi Allah. Sa do që fletë robi për nimetin e këtij Islam, sa do që përpiqet robi të thur disa fjalë dhe edhe rreth rëndësisë dhe peshës së këtij imani, e kësaj drite qiellore, prap nuk ja arrin dot. Nga se Islami është një madh, imani është një shtrejt, se ca që mund të përshkruajmë ne si njerëz, por ne Zotin hak e besojmë, atë për këtë iman e për këtë udhëzim e falenderojmë, edhe sipas urdhrave të Allahut dhe pejgamberit të tij alayhis salam, ne jetojmë. Ne jetojmë me këtë din, punojmë me këtë din, I vlerësojmë gjërat në peshorën e dinit të Allahut Azza wa Jall. Sa I mëshirshëm është I madh Zot, I cili na udhëzoi e udhëzimin, kuptimin e plotë të këtij udhëzimi. Të kësaj nure dhe kësaj drite qiellore, rëbë të Allahut do ta kuptojnë tamam, me kuptim të plotë,
kur ta qesin kamën e tyre në xhenet. Kështu që i madhi Allah na tregon sa jem në këtë dynja, se çfarë do të thonë xhenetlit kur futen në xhenet, e ta qesin kamën e tyre në xhenet, e të shohin të mirat e Allahut Azza wa Jall, atëherë u bien mend nimeti i madh i këtij Islami, dhe thonë si që ka thonë Allahu për ta, wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah, i cili sa ishim në atë dynja na udhëzoi, na përzgjodhi në mesin e gjithë atyre njerëzve, dhe na bëri për atyre që e besojnë Zotin hak, pejgamberin hak, ditën e gjykimit hak, na bëri për atyre të cilëve u azbukuroi amelet e mira, sikurse ky namaz e u ahjeshoi dhe u lehtësoi atyre me i krya të punë të mira, e që si rjedhoj ati imani dhe atyre ameleve sot, e kaluan urën e siratit, shpëtuan prej xhehenemit, dhe ja ju hap dera e xhennetit, dhe u futën në xhennet, la ilaha illallah. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nuk do të kishim qenë të udhëzuar, sikur se mos na kishte udhëzuar i madhi Allah. Pra sikur se mos na kishte përzgjedhur Allahu, do të ishim sikur se ata të tjerë që meten mas nesh dhe shku në xhehenem, e në botën tjetër ka ligje tjera. Nuk vlej ligjet e dynjas për ligjet e ahiretit. E shihni këto sa herët këqive i thojnë të mirë, e të mirëve të këqi. E shihni sa herë njerëzit të cilët nuk lojnë të zez baba, e fesade pa përhap, kur të vdesin në shpallin heroj, dhe mundohen edhe Allahut mja imponue me që Zotin xhenet me zarë. Kjo është mbas ligjeve të dynjas, por tjera ligje janë ahiret o musliman. Pra Allahu i madhrua, po në cek neve se si silën dhe se e shprehin falinderimin e robët e tij kur të futen në xhenet për këtë udhëzim të cilën u ka dhënë në këtë dynja sa kanë qenë, dhe ata vazhdojnë e thojnë laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, të dërguarit e Allahut na sollën neve lajme të sakta prej të madhit Allah, dhe ne i besuam ata. Pra nuk punuam ne në këtë dynja si mbas tekeve tona. Ate që ma kana mu i thëme mirë, ate që nuk ma kana mu i thëme keqe, ate që mdo këtë mu e tamam ma po m'pelqen e punoj, ndërsa ate që së m'pelqen apo m'duke të ra nuk punoj. Nuk veprojnë kështu robët e Allahut, të cilët i kanë besuar pejgambert hak. Pra këta evlijat e Allahut, e muslimanët janë evlijat e Allahut, i kanë pasuar pejgambert e Allahut dhe kanë jetuar si mbas mesazheve, programeve të pejgamberëve të Allahut.
Andaj këtë mirat apo ja trebojnë të madhët Allah në ditën e kiametit, kur të hapët dyrët e xhenetit, pasi që t'ja kërë këthyë shpinën xhenemit, sepse tashmë e kaluan xhenemin e shpëtuan, e për falenderojnë Allahun sepse për i shijojnë ajnë l'jekin me bindjet, pa dyshim të palukundur atë që kanë besuar pa dhe për të cilën kanë punuar sa kanë qenë në dynja, e që është xhenete dhe të mirat e tina. Vëllezër musliman, imani nimet i madh i Allahut azza wa jall. Dhe nuk ka nimet që afrohet me afër apo i vjen rang me imanin në mënyrë absolute. Nuk ka. Andaj ne nuk duhet të kujtohemi dy herë kur të na pyet dikush apo duhet me i tregu dikuj se cili është nimeti dhuntia me madhe Allahut ndaj njerëzimit. Është Islami, është imani, është drita dhe nuri qiellor. E pastaj, pas këti imani vëllezër musliman vije siguria. Shumë ulema e njerëz të mençur kanë thonë se me njëherë pas imanit në Allahun vije siguria. Siguria individuale, familjare, siguria shoqërore, apo në kohën bashkëkohore, siguria shtetit dhe vatanit. Pa siguri, gjërat ndryshojnë, vlerat bëhen të pavlera, dhe pavlerat bëhen vlera, bëhet fesad rëmuj, shkilen të mirë të drejtit, e qojnë kokën lartë zullumçarët pa drejtit e fesad gjitë, përhapën frikë dhe rëmuj, shkaktojnë rëmuj, dhe shumë herë njeriu nga pa siguria e kërkon edhe vdekjen, por nuk i vjen. Andaj të nderuar vëllezër, ne edhe në vendin ton Allahu i madhruar shumë na ka nderuar. Për pas këti imetit të imanit të islamit, na ka dhanë edhe një imetin e sigurisë. Mos harrani se shumë kujt Allahu ja ka dhanë imanin e islamin, por nuk e ka siguri. Nuk është i sigurt në pragun e derës së tij, të shtëpisë. Dikujt ja ka dhanë sigurin, por s'ja ka dhanë imanin, dhe jeton i sigurt, ama pa besimtar, dhe asgjë nuk i vyn për botën tjetër. E dikujt ja ka dhanë Allahu imanin dhe sigurin, e që prej tyne jemi ne. Andaj, shumë na ka nderuar Allahu azza wa jall. Ja se çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me sigurin. Men asbaha minkum aminan fi sirbihi, muafan fi badanihi, lahu quta yawmihi, فكأنما حيزت له الدنيا. Ai cili gdhihet, zgjohet në mëngjes, e sigurt në pragun e derës së tij, siguria. Muafan fi badanihi, e shëndosh nga sëmundjet. Lahu quta yawmihi, ka për çat diçka me hangur për vete, për familje, ati ka dhanë Allahu të mira, sikur se me ja dhanë dynja dhe çka ka me te. O musliman, siguria.
pasuria me pas barkun plot, shëndeti. E ne i kemi këtu të trija, dhe kemi edhe imanin, e që është mbi to, e çfarë mira tjera i duhen në robit në këtë dunja. Qka ka më shumë këtë dunja se sa këtu të mira të cilat na i ka dhanë neve i madhi Allah. A që është rëndësishme siguria për shoqëri, sa që edhe pejgambert më të mëdhej të Allahut, si Ibrahimi alayhis salam, e luti Allahun azza wa jalla, tha, qala rabbi ij'al hadha baladan amina. O Zot, bëne këtë vend, kishte fjallën për Mekë, vend të sigurt, vend sigurt. E Allahu i madhruar në Kur'an u përmendi me kazve, të cilët nuk ja dinin nimetin, shëqyrin, falenderimin, nimetit Allahut që ju dhëzëje i drejt që azbriti që dërgaj pejgamberin dhe azbriti Kur'anin, nuk ja dinin Zotit për falenderim. E Allahu me stjera shpoa për kujton sigurin. Dhe Allahu për ju thot rihletësh, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allahu është ai i cili ju ka siguruar juve, o ju arabë të Mekës, nga friga. Po edhe ka ngi barkun me buk. E që të kundërtet e sajna friga dhe uria, friga dhe uria jenë arën të randa. Shkaktojnë të merë në shoqëri. Andaj Allahu për i drejtohet atyre, por në mënyrë indirekte dhe neve dhe të gjithë muslimanëve që e besojnë Zotin hak. O ju musliman, falenderojeni Allahun për të mira që a ka dhënë. Dhe kthehemi në vendin tonë dhe kujtojmë këtu ditë të mëdha të mira, këtë kohë që jemi duke përjetu, dhe nuk është larg, vetëm 2 dekada e gjys, ku ne në këtë vend nuk do të ishim të sigurt të flasim çfarë të duam. Ndoshta prap kishim hyp në hutbe, ama nuk mund ta mohojmë se kishim pas frikë. Kishim pas frikë se vjet dikush na ka prej hutbes, na nxjerr jashtë, apo na pret jashtë dhe më nuk e shohëm diellin me sy. Ndërsa sot kaq shumë siguri na ka dhënë i madhi Allah. Çka kërkon Zoti prej nesh, për pas që t'jemi rob falenderues ndaj Allahut. E mos të harrojmë se Allahu ka boll. Të mirat e tij janë të pafundshme. Ama nëse robi nuk ja din Zotit shëqyrin për mirësitë e begatit që ja ka dhënë, ekziston mundësia mja pezullu i madhi Allah ato të mira, e pastaj qka vjen pas sigurisë, vije friga, e qka vjen pas pasurisë, vije uria, skamja, varfulluku, e të tjera, të cilat shumicën e tyre kemi përjetuar ne. Mos të qohemi pesh, por t'jemi falenderues madhët Allah, e gjithsesi edhe atyre të cilët kanë kontribuar në çfarëdo forme qoftë, që sot ne t'jemi të lirë. Të lutemi për të vdekurit tanë, që dhanë shumë dhe dhanë më të shtrejtë për këtë vend, e të respektojmë ata që janë gjallë, që kanë kontribuar për këtë vend dhe për këtë njeri, e të punojmë që të ruajmë këtë njeri e këtë siguri. Nëse jo i gjithë populli
minimumi dhe së paku ata që qesin krypti dhe seqde. Qa dim Zotit shëqyri për këtë nimet të madhë. Nashta Allahu për hatër neve dhe të tjerve që janë dhe më të mirë sa sa ne në i rrugë të mira që na i ka dhanë. E nuk na i merë që shua ka marrë dhe po amërë shumë kujt andej dhe andej dhe njerëzit pasi kanë qenë të sigur tashmë i ka kapluar friga dhe pasi që kanë qenë të ngopur tashmë i ka kapluar fukarallëkë varfëria dhe qohet bota me shkum jadhan një ka fshat buk. E letë është për Allahun edhe neve me nasirë dhe shpëtirë. Po e letë është për Allahun edhe me na i rujtë të mira që na i ka dhanë. E të mirat na i runë Allahun nëse falenderojmë të madhin Allah. Jemi falenderu sa ti për të gjithat mira që na i ka dhanë. Andaj të ndëruar vëllezër, falenderojmë Zotin shumë për këtë islam, falenderojmë Zotin shumë për këtë siguri, falenderojmë Zotin shumë për këtë pasunije, këto të mira, të cilat po që së ndalim dhe i nëmërojmë, nuk do t'ja arrim dot. Të mira të cilat se kanë pasur as babalart, as gjëshrit, as tërgjëshrit tanë. Dhe kur shqiptarët ka shumë të mira, nuk kanë pasur doshta që që kemi nësët. La ilaha illallah. Zoti jo ti e qilë në ndëgjon, e ti gjdo gjon ndëgjon dhe sheh. Musa i përzëllok të të mira, ja Rabbel Alemin, për gjënahet e tona, mangësit e tona, ja Arhamar Rahimin. Zoti jonë rahmeti të është më i madhë se sa gjënahet e gabimet tona. Ti kje fuqi me na udhëzu, me na drejtu, me na mshiru. Edhe ata që nuk janë me ne me i prun gjami dhe me i udhëzu, ndërsa neve me na ruj këtë udhëzimet të cilje ka të shumë na këndëru. Zoti jonë runa i këtë mira, ja Rabbel Alemin. Runa Allah këtë dimet të cilje ka të shumë na këndëru dhe ne po knaqemi, o Zot, emrin tënë duke madhëru. Nëseshtë ty duke tra Zoti jonë, bëna të knaqemi sa t'jem gjallë me këtë din, e të vdesemi të knaqemi me këtë din, po edhe ti me qeni knaqemi me neve, ja Rabbel Alemin. Zoti jonë më nësana të punojnë për dinë, për vatan, të punojnë për këtë popull dhe për këtë shoqëri, dhe krejt punë që i bojna Zoti jonë, na i shënën e veprat e mira në pëshojet tona kur dale me i para lakma dhe i sate. O Allah të ke fuqi, dhe fuqia jote është absolute, që shë ke pru këtë popull e këtë vend në këtë dit, ruja këtë mira dhe mëselet dëshmën të saj, nga brenda nga jashtë, ku do qofshin ata me prish këtë qëtësi e këtë rahati, në këtë vend, ja Rabbel Alemin. Allahu jonë të të madhrojmë, të falenderojmë, deri sa të knaqësh me ne, walhamdulillahi Rabbil Alemin. Alhamdulillahi Rabbil Alemin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار أدخلنا الجنة مع الأبرار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقموا الصلاة. الله أكبر.